Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Aborti ose humbja e shtatzanisë është një nga përvojat më emocionale dhe më të vështira që mund të kalojë një grua. Shpesh ndodh krejt papritur dhe shpesh mbetet i pashpjeguar, duke i lënë nënat me shumë pyetje dhe me ndjenjën e fajit, edhe pse në shumicën ndërmuese të rasteve faji nuk është i tyre. Sot do të flasim në mënyrë të kujdesshme dhe profesionale për shkaqet më të zakonshme të aborteve, sipas periudhave të ndryshme të shtatzanisë, për të kuptuar më mirë se çfarë mund të ndodhë brenda trupit edhe pse këto situata fatkeqësisht janë më të zakonshme se sa mendojmë. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos u mbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Në javët e para, zakonisht deri në javën e 6 të shtatzanisë, shumica aborteve ndodhin për arsye kromozomale. Kjo do të thotë se embrioni nuk është zhvilluar siç duhet që në momentet e para të formimit. Në thelb, qelizat nuk ndahen në mënyrë të rregullt dhe trupi e kupton se shtatzania nuk ka mundësi të vazhdojë. Kjo lloj humbjeje është një mekanizëm natyral i trupit dhe ndodh shpesh pa shkak të jashtëm. Në shumë raste, gruaja as nuk e di se ka qenë shtatzan, sepse aborti ndodh në të njëjtën periudhë kur do t'i kishte ardhur cikli. Kur humbja ndodh midis javës së 6 dhe javës së 12, shkaqet mund të jenë më të larmishme. Në këtë periudhë, embrioni dhe organet e tij kryesore janë duke u formuar. Problemet kromozomale vazhdojnë të jenë shkaku kryesor, por shtohen edhe faktorë të tjerë si infeksionet, nivelet e paqëndrueshme të hormoneve, problemet me tiroiden, nivelet e ulta të progesteronit apo sëmundje që nuk janë zbuluar më herët. Në disa raste, muret e mitrës nuk ofrojnë ende mjedisin ideal për ngjitje, dhe shtatzania thjesht nuk arrin të qëndrojë. Stresi i tepër, sëmundjet me temperaturë të lartë dhe problemet me mpiksjen e qakut mund të kenë rol, por jo gjithmonë janë shkaku kryesor. Në shumë raste, shkaku mbetet i paqartë. Periudha ndërmjet javës së 12 dhe javës së 20 është një fazë tjetër e rëndësishme. Këtu fillojnë të shfaqen faktorët anatomik dhe shëndetësor që lidhen me trupin e nënës. Nëse një grua ka mitër me formë të pazakontë, qaftë të mitrës që hapet shumë shpejt ose fibroma të mëdha që ndikojnë në hapësirën brenda mitrës, rreziku për abort rritet. Problemet me placentën si shkëputja e hershme ose mos funksionimi i saj mund të çojnë gjithashtu në humbje të shtatzanisë. Sëmundjet kronike si diabeti i pakontrolluar, hipertensioni, infeksionet urinare që nuk trajtohen në kohë apo infeksione virale mund të ndikojnë në zhvillimin e fetusit. Në këtë periudhë, aborti nuk lidhet më aq shumë me defektet kromozomale, por me mënyrën se si trupi i nënës po e përballon shtatzaninë. Kur aborti ndodh pas javës së 20, ai zakonisht klasifikohet si lindje e parakohshme dhe jo si abort tradicional. Shkaqet në këtë periudhë janë të ndryshme dhe shpesh lidhen me infeksione të rënda, probleme të placentës, presion të lartë të gjakut, çrregullime të rënda hormonale apo probleme strukturore në qafën e mitrës. Edhe pse më rrallë disa sëmundje autoimune mund të ndikojnë në këtë fazë të shtatzanisë. Këto lloj humbjesh janë edhe më të vështira emocionalisht, sepse lidhja me foshnjën është më e thellë dhe zhvillimi është dukshëm më i avancuar. E rëndësishme është të kuptojmë se në çdo fazë të shtatzanisë një abort mund të jetë krejtësisht i pashmangshëm. Shumica e rasteve nuk janë rezultati i asaj që ka bërë nëna. Nuk shkaktohen nga ngritja e peshave të vogla, nga ushtrimet e moderuara, nga stresi i zakonshëm apo nga ndonjë veprim i përditshëm. Trupi është një sistem kompleks dhe ndonjëherë zgjedh mos të vazhdojë një shtatzani për arsye që shpesh kanë përtej kontrollit tonë. Shumë gra ndihen fajtore, por e vërteta është se aborti është pjesë e natyrshme e procesit riprodhues dhe shumë më i zakonshëm se sa flitet. Kjo është arsyeja pse mjekët gjithmonë këshillojnë që një grua të mos e fajsojë veten, por të kërkojë mbështetje emocionale dhe mjekësore pas kësaj përvoje. Në shumicën e rasteve, gra që kanë kaluar një abort arrin përsëri të kenë shtatzani të shëndetshme në të ardhmen. Nëse ndodh më shumë se një herë radhazi, atëherë mjekët mund të bëjnë analiza më të thelluara për të parë nëse ka ndonjë shkak specifik, siç rregullime hormonale, probleme me mpiksjen e gjakut, mungesa të caktuara vitaminash apo faktor anatomik. Aborti është një përvojë e ndjeshme, e dhëmshme dhe e mbushur me emocione. Por është e rëndësishme të dimë se në shumicën e rasteve kjo nuk është fundi i rrugës drejt prindërimit. Me kujdesin e duhur, me mbështetjen e duhur dhe me informacionin e duhur, shumica e grave arrin të kenë shtatzani të suksesshme dhe të shëndetshme pas një humbjeje. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.